Në ishte dikur, sjell historinë e dhimbshme të një jetimi, rrëfenjë se një fëmijë jetim, i vetmuar, ende i gjithandej në për tokë, i vetmuar, i trishtuar. Askush nuk kujdesej për të, askush nuk pyeste për të, dhe voglushi i jetim, e i braktisur, ende i vetmuar. Por, edhe pse te jeti mjeruar dhe i trishtuar, ai nuk qante. Nuk qante sepse lotët ende nuk ekzistonin aso kohe. Një natë plot dritë, fëmia që ende i vetmuar, ngre vështrimin nga qielli dhe shikon hënën. Vështrimi i mbeti mbi shkëlqimin dhe bardhësinë e saj të mrekullueshme. Edhe hëna i kishte ngulur syt mbi fëmijën jetim. Hëna, kur shikon vuajtjen dhe trishtimin e pamas në sytë e voglushit, mallëngjehet dhe nuk duron dot. Ajo zbret sa kaq në tokë dhe ulet pranë jetimit, dhe gjithë butësie për gjërim, i thot: "Qaj, voglush, qaj se do të ndihesh shumë më mirë. Por mos i lër lotët që të bien dhe të prekin tokën. Lëri lotët të rrjedhin mbi mua, dhe unë do t'i marr me vete, kudo në qiell." Atëherë voglushi bën siç i thot hëna, fillon të qaj. Për çudi, nisi të lehtësohej vërtet. Tashmë ndihej shumë më mirë. Kështu pra kanë lindur lotët e parë, të cilët ranë mbi faqen e hënës. Dhe ti, që e mësove këtë histori, ngrije kokën dhe shikoje hënën e plot. E shikon sa e bukur dhe e larë është, i shikon njollat e saj. Ta dish se ato janë shenjat e lotëve të parë në këtë tokë, dhe ta dish se ishte hëna ajo që një natë arriti të qetësoj trishtimin e një fëmije jetim dhe të braktisur.